Fjala e deputetit Sula, ndërkohë shkojmë me deputetin Jurida Tabaku jashtë parlamentit. E qytetit Tiranës. Po qa mendoj për këtë betej? Juve më njihni ne bashkë jemi parë në Partinë Demokratike për vite me radhë dhe dini që me këtë mënyrën time, ndoshta me pak ngadalë, me qetësi, jo me shumë zhumë me të bërtitura, unë i kam fituar gjitha betejat në Partinë Demokratike. I kam fituar gjitha betejat në parlament, do ta fitoj dhe këtë betej për gjithë demokratët që më votuan primare, për ato 655 zemra demokratësh dhe për të gjithë qytetarët e Tiranës që më kanë shkruar dje dhe më kanë ofruar mbështetje të jashtëzakonshme. A mendoni se ky ishte një ndëshkim nga Sali Berisha se nuk ju bashkua që në fillim atij? Jo, fare, nuk e mendoj. Partia Demokratike bëri këtë listë për Tiranën duke pas parasysh disa faktor, nuk është se në atë listë ishte ndoshta dikush tjetër që doli më i votuar se mua. Ky ishte një vendim politik i kryesisht. Unë kam pasur një diskutim të gjatë me zotin Berisha për sa i përket listës, edhe kjo ishte një zgjidhje për mua. Po mund ta dim çfarë ju tha? Kur ju dha argument që nuk do jeni në listë? Tashti diskutimet e partisë i lëm te partia. Sot jam këtu edhe në parlament për të folur në ditën e fundit, ashtu siç kam folur çdo ditë, ashtu siç do flas në shtator, se kjo është më e rëndësishmja. Do të vazhdoj, do të jam e bindur që unë do jem deputete e Parlamentit të Shqipërisë, kam mbështetjen e Partisë Demokratike, kam mbështetjen e të gjithë strukturave të partisë, kam mbështetjen e të gjithë atyre që deri më sot i kam përfaqësuar në parlament, profesionistëve të lirë, të shtresës mesme, familjeve shqiptare dhe do të jem në këtë parlament për të qenë përsëri deputetja më aktive siç kam qenë 8 vitet e fundit. Shumë faleminderit.